Përshëndetje, po rikthehemi përsëri në Pasion dhe Profesion me mua Artën. Këtë herë do ta bëjmë një ëmbëlsirë Red Velvet. Përbërësit janë: për pandispanjen, vezët, mielli, sheqeri. Po shkojmë me përgatitjen e pandispanjes. Do thotë i rrahim vezët. Kjo pak vaj. Tash kemi ngjyrën me mjedra. Tani pyqet në 200 gradë për 15 minuta. Për kremin velvet, gjithmonë përdorim vaniljen dhe në këtë rast kremin e podravkës, i cili shkon pikërisht për këtë natyrë të tokës. Tani kremi i vaniljes është gati, edhe po besoj që testura është shumë në rregull. Kremi për Red Velvet duhet të jetë më i trash. Dhe ne po besoj që ja kemi arrit konsistencën. Siç po duket është ashtu siç edhe duhet. Kremin e kalojmë në shiringë. Ëmbëlsira Red Velvet në trajtën monoporcion është kështu. Nëse përgatitni ju bëftë mirë.